Ndërkohë që qeveria diskuton për rritjen ose jo të moshës së pensionit në Shqipëri, në vendet e rajonit vërehet se mosha mesatare për dalje në pension të meshkujve është 65 vjeç, ndërsa për femrat ndryshon sipas shteteve. Vendi 28 antar i BE-s, Kroacia, moshën e daljes në pension e ka njësoj siç e kemi ne aktualisht, 65 vjeç për meshkuj dhe 60 vjeç për femrat. Po kështu dhe shtetet e tjera me një bilanc të mirë ekonomik si Serbia dhe Mali i Zi. Shteti fqinj Maqedonia e ka 64 vjeç moshën e pensionit për meshkuj dhe 62 për femrat. Ndërkohë vendi më i ri në Ballkan, Kosova, ashtu si dhe Bosnjë-Hercegovina, kanë kufirin 65 vjeç si për femrat ashtu edhe për meshkujt. Greqia është vendi me kufirin më të lartë, kjo për shkak të reformave të ndërmarra nga qeveria Samaras për shkak të krizës ekonomike. Në projektligjin e votuar në nëntor të vitit kaluar, në parlament u kërkua rritja nga 65 në 67 vjeç për meshkujt dhe nga 60 në 67 vjeç për femrat. Në projektin e propozuar së fundmi për paketën e re fiskale, Ministria e Financave propozoi një rritje të moshës së pensioneve si për meshkujt dhe për femrat. Në këtë dokument thuhet se mosha e pensioneve do të rritet në 66 vjeç për meshkujt, në 65 vjeç për femrat dhe 60 vjeç për deputetët. Kjo rritje mund të kryhet për më shumë kursime në buxhet, ndonse ende nuk kemi një shifër të saktë se sa do të jetë ky kursim.